Bashkia Këlcyr ka përcaktuar një sër prioritetesh kryesore për vitin 2026, të cilat synojnë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës për qytetarët. 2026 që Bashkia Këlcyr ka vendosur disa piketa është një nga gjërat kryesore për të përgjigjur banorëve, duke patur parasysh që do jetë në funksion të gjithë e surisë. Mendojmë që gjëja më kryesore është pjesa e mbetjeve urbane, ku jemi fokusuar që duke filluar nga muaji i parë i vitit 2026 do shtrihemi në pak a shumë në të gjitha njësitë. Objektivi është shtimi sa më shumë edhe i bizneseve të reja, shtimi sa më shumë i ndërhyrjeve në sistemin arsimor, në shkolla, jo vetëm të zonave të fushës, por edhe në fshatrat ku akoma shkollat e vogla me pak nxehnës janë ekzistuese dhe shërbejnë mësues për të dhënë dijet e tyre. Sipas kreut të bashkisë, buxheti i vitit 2026 do të fokusohet kryesisht te projekte zhvillimore, përmirësimi i shërbimeve publike, si dhe mbështetja e kategorive në nevojë. Po shohim mundësinë që të kryejmë disa investime të reja, por në bashkëpunim edhe me institucionet shtetërore, për vitin 2026 mendoj që dy investimet më kryesore që do përfundojnë është një në fushën e turizmit, ku mund të përmend Kalane e Alive Këlcyrës, ku do bëhet ndërhyrja për sistemimin, ndriçimin dhe rrugën, që do jetë atraksion për ta vizituar dhe për të parë çdo turist të shohë historinë e asaj kalaje, dhe një në fushën e arsimit, ku në Institutin Administrativ Sup do ndërhyjet për rikonstruksionin e shkollës Lumë Pavari. Me vëmendje të shtuar ndaj shërbimeve publike, zhvillimit të ekonomisë lokale dhe mbështetjes për komunitetin, Bashkia Këlcyr synon të vijojë përmirësimin e kushteve të jetesës dhe krijimin e më shumë mundësive për banorët e saj.